Një 32 vjeçar është arrestuar nga policia e Durrësit, teksa po lëvizte i armatosur, si dhe po drejtonte automjetin pa leje drejtimi. Policia ka bërë me dije se shtetësi Enea Kiptiu është të prangosur në lagje nr. 18 të qytetit, teksa po lëvizte me automjet. Gjatë kontrollit fizik, Kiptiut i u gjet në çantë një pistolet si një sasi municioni luftarak. Shërbimet e forcës së posaçme Shqiponia, në vijim të punës për identifikimin dhe ndalimin e shtetësve që qarkullojnë me armë pa leje, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, në bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë në Durrës, organizuan dhe finalizuan operacionin policik të goduar mesnata. Gjatë operacionit në lagje nr. 18, u ndalu automjeti me drejtues shtetësin Kiptiu dhe shërbimet e policisë konstatuan gjatë kontrollit fizik në çantën e tij marsup një armë zjarri, pistolet, të cilën e posedonte pa leje, ndërsa gjatë kontrollit në banesë ju gjet një sasi municionesh luftarake. Nga veprimet e mëtejshme rezultoi se 32 vjeçari e drejtonte automjetin pa leje drejtimi. Në përfundim të veprimeve procedurale, policia thekson se u bë arrestimi në flagrancë i shtetësit 32 vjeçar, banues të Durrës, për veprat penale, mbajtjen pa leje dhe prodhimin e armëve shpërthyese dhe i municionit, si drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt. Materialet procedurale i kaluan prokurisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.